duke u referuar zgjedhjeve të fundit, mbi 50% mendojnë që Albin Kurti është zgjedhja e duhur për Kosovën. Ndërsa për ju ajo është reja e zezë që do largohet. Po pse mendoni kështu? Edhe pse jeni kaq i sigurt që kjo re ju e cilësoni do të largohet? Unë thash se jam pikërisht jo vetëm se kam themelu për herë të parë në Kosovë është themelu Partia Liberale e Kosovës dhe Liberal Demokracia nga unë personalisht jam personi numër 1. Dhe më thonë edhe kam qenë lider shumë vjeçar, po kam qenë edhe nënkryetari Internacionalës Liberale me Selin Londër, që janë mbi 100 parti liberal demokratike të botës. Kështu që vota është instrumenti vetëm i demokracisë, po vota nuk kupton se gjithmonë është e drejtë, edhe pse është vetëm instrumenti i demokracisë. Se votat i ka fituar edhe Kim Jong-u atje 99.99%, po nuk do të thotë se atje ka ndonjë demokraci. Unë i shoh gjonat pak më ndryshe. Domethënë vota me inercion, vota me inate, vota me propagandë, vota e imponuar, vota e blerë. Tash e shihni se Albin Kurti, ish kryeministri domethënë ikje, në pikërisht mbi 100 milionë euro i ka shpërndar tash një javë 10 ditë para zgjedhjeve pikërisht për të blerë votat. Edhe kjo është jo vetëm e palejueshme dhe kundërligjshme, po është krim zgjedhor, krim elektoral. Dhe kjo është ndërhyrje në sistemin zgjedhor edhe në zgjedhjet e lira, dhe për këtë arsye unë jam shumë agresiv kur është në pyetje e damtimi i vullnetit popullit, damtimi i votës lirë, i votës transparente, të ndershme dhe demokratike, që Albin Kurti nuk zgjedh mjete as metoda për ta bërë. Kështu që 51% flet nuk flet gjithçka mirë për Kosovën, se mbi afër 60% popullit të Kosovës para nuk kanë dalë në zgjedhjet e kaluara. Domthonë edhe atë pjesë nuk duhet me harru. Bëhet fjalë për 51% të atyre që kanë dalë në zgjedhje. Kështu që kjo është domethënë është shumë diskutabile dhe nuk është domethënë motsi kryesor i një lideri demokratik, sepse Kurti mund të më qenë çdo gjë tjetër përveç as pak demokratik. Është një lider brutal, një lider ekstremist, i cili e ka damtu, e ka vrafnu, e ka izolu, i ka prish marrëdhëniet e partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Dhe asnjë premtim, 100 premtime mundem unë me rendit dhe asnjë prej tyre nuk e ka plotësuar. Mbi 20 miliard euro janë shpenzuar në këto 5 vitet e këtij mandati dhe nuk është asnjë domethënë diçka që ka ndërtuar që mund burrët Kosova me diçka që është bërë për këto 5 vite. E kemi autostradën e Ibrahim Rogova që e lidh autostradën e Kosovës me rrugën e Kombit, ku Shembja 10 që mbi një vit është Shembja 10, aty kanë humbur jetën edhe 2 zonja nga Tirana, domthonjë sepse nuk kanë mujt me besu, pikërisht midis autostradës dhe Shembja 10 dhe askush nuk e ka heq. Domthonjë ky s'ka bërë asgjë përveç premtimeve megalomane, propagandave, sfilatave, domethënë buzëqeshjeve të ftofta të rrajshme, dhe kështu që shpërdori e cila e vazh mjerisht për prind të saj, domethënë bani thirrje për domethënë morbide, thirrje të rrezikshme për kundërshtar politik të Albin Kurtit, dhe Albin Kurti për mua është vetëm një satrap, domethënë një person i cili sa më parë që largohet nga skena politike e Kosovës, aq më mirë është për Kosovën dhe për kombin shqiptar. Ambasador, nuk folëm për PDK-n, e cila nisur nga zgjedhjet e fundit ka një elektorat stoik, të palëvizshëm thuajse, por edhe për pjesën tjetër, për AK-n, pra edhe Limajn, që Limaj ishte, më duket nga një palë zgjedhje Kurti largoi Limajn, në këto zgjedhje më duket se po largon edhe Haradinajn. Elektorati kryesisht i dalur nga lufta dhe elektorati i cili është shtet formues, që është Partia Demokratike e Kosovës, Liga Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, janë elektorat që edhe unë bëj pjesë në këtë elektorat, domethënë janë elektorat dëshmuar, janë elektorat që kanë vënë themelët e lirisë dhe të shtetit të Kosovës, dhe ata zakonisht janë pa lëvizshëm dhe të pathyeshëm. Pa marrë parasysh situatat, pa marrë parasysh sfidat, domethënë sepse ne jemi pjekur dhe jemi regjur, domethënë me gjitha sfidat dhe problemet që jemi ballafaquar në vitet 90-ta, dhe jemi meritor për lirinë dhe
pavarësinë e Kosovës. Ndërsa elektorati vetëvendosës është elektorati pas pavarësisë, mirë është që janë elektorat e ri, zakonisht janë kthy disa, domethënë që ka qenë azilant politik atje, janë kthy tash në deputet, mirë që janë kthy, edhe mirë është më kthy edhe tjerë, kush mundet më kthy, me ardh me investu në Kosovë, edhe me kriju jetën në Kosovë, sepse Kosova ashtu kështu po zbrazët, ka një zbrazje masive në këto 5 vitet e fundit, që është për të ardhur keq dhe është një zbrazje tragjike e popullatës së Kosovës, sepse janë boshatisur shkollat, janë boshatisur fshatrat dhe ka shkollë që veç janë mbyll disa shkolla, për shkak se nuk ka nxënës, nuk ka fëmijë. Kështu që për këtë arsye domethënë edhe AAK-ja do të ishte mirë dhe shumë e rëndësishme që të jetë pjesë e Kuvendit Kosovës, sepse aty janë njerëz të dëshmuar. Ramush Haradinaj, ish-kryeministri Haradinaj, domethënë është një njerëz që me familje është i dëshmuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka dhënë gjak dhe ka bërë sakrifica për lirinë e Kosovës, edhe janë njerëz të PDK-s, që janë komandantë të UÇK-s, fatkeqësisht njerëz të kryesorë themelues të PDK-s janë padrejtisht në Hag, mohen në një gjykatë, më të thonë pa drejt, një gjykatë politike, vetëm për më mujtë mos me u faktorizu Kosova dhe me damtu edhe Kosovën edhe ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cila është heroike dhe ka bërë luftë të drejtë, luftë çlirimtare dhe luftë titanike. Është edhe lija demokratike, kështu që unë e mendoj se pa ardhur në pushtet ky trinom PDK, LDK, AK, Kosova nuk ka ditë të bardha dhe rat mbi Kosovën nuk do të hiqen dhe nuk do të ketë ecje nga procesi integrues në Bashkimin Evropian dhe NATO dhe nuk do të ketë partneritet të denjë dhe meritor çfarë kemi pasur edhe para lufte me Washingtonin zyrtar, me Brukselin edhe me gjitha qendrat ndërkombëtare të vendosjes. Me që përmendet Hagën, ju edhe keni dëshmuar